أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله në falendrojmë salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë Allah na uzoft na fal na përmirësoft veprat në jetët edhe çdo gjë që del apo buran nga neve Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me dersën e dytë nga seria formimi i saktë i muslimanit, ku folëm për rëndësinë e kësaj teme në dersën e kaluar, për të filluar realisht sot me këshillën e parë apo me hapin e parë se çka duhet bëjë besimtari që domethënë të ketë një formim të saktë. Ajo është angazhimi me dije, marrja e diturisë. Pra si hapi i parë, nëse dëni besimtar me mri, me u bën dikushi, me u kon i saktë në veprimet e tia, në fjalët e tia, atëherë duhet filloj me marrjen e dijes. Edhe nuk është rastësisht se Allahu i lartësuar fjalën e parë që ja ka obligu pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë lexon, iqra. E ju e dini se me këtë fjalë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është bab profet pejgamber, është ngrit nga grada normale njerëzore në gradën e lartë prap njerëzore, po them mirë, po profetike, ma mirë po e quaj. Nuk është bë me laçe, po është bë pejgamber. Andaj, nëse dën një besimtar me u formu si personalitet, ashtu si ka hije dhe më ballafaqu me të ardhmen e tij si musliman, si ndavet, si në sprova, si kështu me radhë, duhet me fillu me kërkimin e dijes. Duhet me fillu me kërkimin e dijes. Pra, fjala e parë iqra. Pastaj duhet të dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kërkimi i diturisë është obligim për secilin musliman. Pastaj ulemat kanë diskutuar se sa është obligim. A është obligim gjithë secili besimtar me i ditë detajet e fesë apo me i ditë vetëm bazat e fesë? Kanë thënë më saktë është me ditë aq sa ai bëhet i pavarur në adhurimin e Allahu xhaleshanu dhe sigurohet nga fitnat. Nga ato fitnat e përgjithshme, shirku, kufri, këto gjanat bazë, lakmia, rëshqitja. Pastaj ka detaje të cilat gjithë secili prej neve kemi nevojë me shtu ose me u rikujtu nga dikush tjetër ose na me rikujtu veten tonë. E rëndësishme është obligim çat sa ty të siguron që ti ke madhuru Allahun që duhet edhe ki me urujt prej fitneve ose prej sprovave. Po ashtu Allahu e ka lifdu, apo i ka lëvdru besimtarët, ku thot Zoti, yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ka me ngrit nga mesi juaj ata që kanë besu edhe ata të cilët kanë dije, ju ka dhënë dije. Gradat në alta ka me ngrit krahasim me të tjerët. Gjithashtu, është i vetmi vend ku Zoti ka obligu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me lyp me ashtu, është dija. Wa qul rabbi zidni ilma, apo wa qur rabbi zidni ilma. Dhe thuaj, o pejgamber sallallahu alaihi wasallam, mashto diturin. Pra, ka urdhnu Zoti, kur e urdhnon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të njëjtat rregulla vlen edhe për neve. Pra nëse ka thonë atij thuaj, o pejgamber, o Zot, shto ma diturin, pra bën dua me ta shtu Zoti, nuk njëjtë na thot edhe neve. I njëjti urdhën vlen edhe për neve. Edhe nuk ka vend tjetër që Zoti ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Zot, thuaj, o Zot, shto ma pasunin, o Zot, shto ma kët, o Zot, shto ma atë. E vetmja gjë, subhanallahu është dija. Gjithashtu, Allahu xhaleshanuhu ka përmend në Kur'an innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, vërtet ata që i friksohen Allahut janë dietarët. E fjala i friksohen me këtë lloj frike nuk i shoqëron apo nuk i rivalizon askush dietarët. Pra, fjala khashia apo folja khashia, që është frikë e shoqëruar me dije, frikë e shoqëruar me respekt. Nuk është frikë e shoqëruar me tut. Domethënë na po adhurojmë Allahun se mund me na çojë në xhehenam. Ata është adhurojmë. Ulemaja adhurojnë Allahun se shumë e dojnë, shumë e respektojnë, shumë e njohin, shumë e dinë kush është ai, shumë janë afër tij. Është një lloj, domethënë, kur
kur thot Zoti me fjalën frik, kur e përmend në gjuhën arabe, është një fjalë tjetër jashtë kësaj që ka përmend për dietarët. Njerëz që tutën Zotit. A dietarët e kanë një lloj frike që buron nga dija, njohuria dhe dashnia për Zotin. Veç ata kanë arrit këta. Frikë e shoqëruar me dashuri, me respekt, me madhështi për Allahun xhaleshan. Prandaj dhe vetvit i ka cilësuar me këtë ulemat. Po ashtu Allahu xhaleshan e ka pru si dëshmi për ekzistimin e Zotit, dëshminë e vet, dëshminë e melaqeve, dëshminë e pejgamberëve, dëshminë e ulemave. Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu, ka dëshmu Zoti. Edhe dietarët ka përmend që kanë dëshmuar dietarët. Në xhenet, mas pejgamberëve, të përmendur janë siddiqin vë shuhadai vë salihin, sinqertët, drejtët, ulemat, të gjithë janë pajtimi se këtu janë për qëllim ulemat. Pastaj vë shuhadai vë salihin, pastaj dëshmorët, pastaj njerëzit e mirë. Ulemat para shahidave, para njerëzve të mirë, para evliave, apo më të zgjedhurit e evliave janë ulemat. Gjithashtu të vetmit të cilët janë trashëgimtarë të pejgamberëve janë dietarët. El ulema warathatul anbiya, hadithi sakt, dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Por a do më thonë tash na kur po flasim se ti për mu bë dikush një personalitet i besimtarit të nivelit të lartë, a do më thonë tash ti me umrije të gradat e larta të dijes? Jo. Por do më thonë që ti me kuptu se hapi i parë cilin duhesh me bë është me pas dije. Dhe kjo është vlera dijes. Pastaj kalojmë te pika 2. Si të zgjedhësh burimet e sakta? Na dije po, ama tash hajde të fokusohem cilat janë burimet e sakta. Burimet e sakta në Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por nuk duhet të ndalemi me kaq. Të jemi të kujdesshëm, të jemi të kujdesshëm. Në të mos e kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin me mendjen tonë, të mos bëhemi të pamvarur nga dietarët e Sunetit, dietarët e parë deri në ditët e sotme. E kemi përmend këtë, po vazhdojmë me përmend 3 gjeneratat e arta në sahabët, tabiinët dhe ata mas tyne, tabiinët. Pastaj të gjithë dietarët deri në kohën e tonë, të cilët kanë dëshmuar me dijen, devotshmërinë e tyre dhe thebatin, qëndrueshmërinë e tyre, stabilitetin e tyre deri në vdekje. Nuk kanë lejthit, nuk kanë deviju. Pra Kurani dhe Suneti, i komentuar dhe i kuptuar nga dietarët, e jo kokë në vete, siç edhe përmendet se në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, Khawarijët kanë dalë kundër Aliut, edhe kanë përdor slogane, që në fakt ato slogane kanë shumë të sakta. Kur kanë dashur me u pajtu Aliu me Muavijun, Khawarijëve nuk ju ka konvenu, edhe kanë thonë nuk i takon gjykimi askujt përveç Allahut. Nuk i takon gjykimi, edhe kuranor, askujt përveç Allahut. Edhe kanë bërë qafir Aliun dhe Muavijun. Kanë bëjnë qafir. Aliun, Muavijun, sahabët. Që ka thonë Aliu radhiyallahu anhu, kelimetul haq, urida biha al-batil. Kjo në fjale sakt, si slogan, por nuk e keni qëllimin ju sinqert, sakt. Prandaj ulemat thonë, jo çdo kush i cili e merr një ajet kuranor, një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shfrytëzon si slogan vetën, edhe ja ka qellu. Nuk komentohet Kurani dhe Suneti apo nuk merret një argument edhe pastaj me i gjujt 100 të tjera, 100 dispozita tjera poshtë vetë pse ju ka tek atij. Kështu që na themi Kurani dhe Suneti janë burimet e sakta të kësaj feje, të komentuar dhe të kuptuara sakt sipas kuptimit të dietarëve të cilët i mbledhin të gjithë argumentet, i shoshitin mirë, i shtjellojnë mirë, i analizojnë larg devimeve dhe larg, më thonë, si të thamun atyne rrugtimeve ose qorsokakeve që i ka zgjedh dikush. Prandaj, dallimi prej të devijuarve, bidatxhive dhe kuptimit sakt Kuranit dhe Sunetit është se bidatxhit njerë kanë kriju ideologjit saktume, mendimet saktume për rrugtimin e tyne, pastaj mendimet e tyre janë mundu me i argumentu me ajete kuranore. Ahlus Suneti e kundërta, kanë marrë ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë studiuar deri në detajin më të vogël, pastaj kanë kriju bindje. Jo një me kriju bindjen çaf në vete, bazuar në epshet, në ideologjit, edhe në shërbim të dikujt,
E qatë ideologi masi ta kryon, të mundohet me gjithë kohë ku sa një jetë një hadith, mja përshtat ideologjisë vetë. Jo. Ideologjit nuk janë baza e Kurani dhe Suneti degzim me i shërby ideologjisë tane. Jo. Kurani dhe Suneti është bazë që mendimet e tua duhet të formohen, të ndërtohen, mbështetur në analizat që ja bën djetari këtyne bazave. Prandaj na kemi me qindra mira, mos thëmë miliona libra që i komentojnë Kuranin dhe Sunetin. Prandaj, na kemi burim Kuranin dhe Sunetin. Por kujdes. Jo më uqu dikush me thonë, s'janë Kuran për mene 5 vaktët. Edhe pasaj, hop, pa devimi. Ka kështu? Sepse ata nuk e kanë kuptu Kuranin dhe Sunetin në bazë të, domethënë, shpjegimeve të ulemave. Na nuk e, dikush thot, mos keq kuptom, nuk e pranojmë Sunetin, neve na mjafton Kurani. Ka ju kështu? Kush? Sepse jeni të devijuar dhe nuk keni baza nga fjalët e ulemave për këtë gjë. Gjithsesi, thot Allah azza wa jalla në Kur'an, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Nëse keni ndonjë kundërthënie në mes vetë, atë riktheuni te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, jashtë emocioneve, jashtë kokës tënde dhe jo patjetër pasimin e shumicës. Jo patjetër. Kurani dhe Suneti, jo patjetër pasimi i shumicës. Nuk kemi për qëllim që çdo kush i cili pretendon, se këtu ka rast kur dikush del pi shinave, edhe mundohet më u argumentu me çfarë thotë, unë një ki Kur'anin dhe Sunetin nuk e një ki shumicën. A beden? Ne themi, kjo fjala është e saktë në parim. Mirë po, ti kënë e ki pasus tonin që s'pen një shumicën, kush është pasus yti? Edhe ty të përmen aty, do më thonë një jamën që nuk e ngjas mahalla vetë, as në kalumën, as në të tashmen, as këshit me dalë me pyet ku e ka shpin filani, thoi nuk e dim, ose mulla filani, ose filan efendia, ose filan, ata nuk e din kush është hoxh, s'është hoxh. A ke pa disa që del zoni, kënë se janë frynë edhe shkrujnë Hemalia. Mahalla vetë një ata për, që atë thamë, s'du të përmene profesion në nëshmu, sa opësan që ademoni dhe koshin në nëshmu. Abdin, që shatë patligjohën në pazar, me respekt për çdo profesion, a të tjerët në qytetet tjera njërën për hoxh. Çfarë hoxh, po sa hoxh, ajo shoh vallaj të i ka dalë zoni. Ajo është dardhaxhi. Prandaj nuk duhet mu keq përdor nga dikush kjo, se thotë unë nuk e njeh shumicën. Po, na njekim Kur'anin dhe Sunetin, pa marrë parasysh në qatë rrethin, në qatë kohë, në qatë zeman, në qatë qytet, a njeh kush ajo. Por në origjinë ummeti e njekin hakin. Në origjinë ummeti nuk bashkohet në devijim. Nuk bashkohet në devijim. Në origjinë gjenerat mas gjenerate, ulemaja e Ahlus Sunnetit kanë qëndru. Dhe nuk mundesh mas 500 vjetë një dietar me studiu fen që duhet, edhe mos me lezu para 500 vjetë që ka shkruaj alimi, ai dietari, edhe këtë njëjtën me shkru si ai, se s'ka mundësi me shkru në ryshe. Ne kemi Ibn Abdul Barrin në Andaluzi me Khatib el-Baghdadin në Bagdad, të cilët as se kanë pa njëri tjetrën, as kanë edhe me njëri tjetrën, as janë taku kur kanë jetu njëtën kohë. Larë kanë jetu me 4-5.000 kilometrë, nuk e di sa mund mira, pi atje deri atje. Merri librat e tyne, ulemat i kanë marrë, i kanë krahasu, sikur me pas mësu pit njëjtit mësus. Kur se kanë pa njëri tjetrën, kur s'kanë mësu me njëri tjetrën. Librat e tyne në ideologji, do të thonë në metodologji, janë të njëjta. Pse? Se ulemat kanë thonë, i njëjti burim është. I njëjti burim. Prandaj, na duhet kemi kujdes, jo me emocione, edhe jo detyrimisht me njek, nëse në një vend ka devijim, me njek shumicën, me njek hakun. A kur themi, ummeti, apo gjumhuri, shumica ulemave janë për qëllim mas pari sahabët, tabiinët, pastaj tabiinët. Edhe ulemat që janë bashku në një mendim në një kohë të caktuar. Gjithsesi,
Thot Ibn Sirini, kur kanë fillu me transmetu edhe me dal me majt ders edhe me majt mësime, në atë kohë, lloj njeri i devijum, ka thënë Ibn Sirini, kjo dije është fe, inna hadha al-ilm din, fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, keni kujdes, këqyrne, prej ka po e merrni fenë juaj. Të dashur vëllezër, kjo vlen edhe për sot. Atëra i ka thonë kur njerëzve ju ka mundsu me dalë nëpër pazare, me dalë para lokaleve të veta, me vuni një kursi, një karrik që ashtu një edhe më ul edhe me majt derse, një 20 vet me mbledh ose me nresh një xhami edhe me majt derse. Në atë kohë, ka thonë Ibn Sirini, ky dietar i madh i hadithit, kjo dije, domethënë është fe. Kujdes pikujna pe merrni, se mundi me deviju fenë e yt në bazë dijes gabume. E tash, a duhet me pas edhe na kujdes? Po vallahi duhet me pas kujdes. Pasha Zotin po. Nëse në atë kohë kanë dalë para dyqaneve të veta, kanë vuni karrikë edhe në ulë, ose kanë rresh një mesxhit vogël atje dhe ka marrë ders ose ka shku me një çoban bashkë me shokët e vet, një 20 çobaj tjerë, se në atë kohë kanë shku me xha, edhe i ka mësuar ai, ka dalë zoni, tash çka? Tash nuk shkon ai para lokalit vet, as po e çelni faqen internet. E çelni faqen internet. Edhe ma nderse. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, keni kujdes, pikujt pa merrni fenë juaj. Edhe shkon blen aty të çangçungave të Kinës followersa në Instagram, 20.000 followersa, a 3 like ai ka. Ku shefja unë njëherë rastësisht i kishte qitë një hutbe miskini edhe e kishë majtë aty në ditën e hanë, pra mendoj hutbja ma të pramëtën, a i të hanën e kishë majtë. E kishë arru me hek aty datën e kamerës, kër ka inqizu me kamerë, që qëtë kamerë, ato kamerë dhe mësh me datën edhe mujnë. U ktheva unë me pa datën i të bike e hanë, edhe kishë hutbe. Pyetni ju kush është personi para jush. Unë jam filan fisteki, ai po thotë jona, ai në hutbe. I cili mrana 3 viteve ka lexu 2000 libra, ka shkru 17 libra, ka mësu prej këtij, prej atij, se sikur ai bante veten që ka shku për të parë në atë xhami para atij xhamat s'ka në xhami. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, kjo rregull, keni kujdes nga kush pa marrni fenë juaj. Që dikush vetë dhe me bë trika. Kjo fe është e haptë vllazni, kjo fe është çdo sa e ditur e qartë. Allahu xhaleshanu kalon nur në këtë din, nur në këtë ilm. Sa do mu munu dikush me ushtir me zor, nuk shkon me zor. Mos ushtir. Qota pëton lëllë i filozofi ato Aristoteli, Sokrati, Platonit, ta hongëshin krytët. Pas shqit palavra, nuk ta hanë pazari. Ke kujdes, qëka e të spjegu? Edhe të më thonë munot aty me pasaj sa. Të vetë shpallur hoxalar ose hoxenica. Edhe sheti, të më thonë, haptas, nuk ta... Kjo ilm, ka thonë kjo djetar është fe. Feja, ilmi, qka ka? Ka nur mrena vetës, vetë lazni. Pasha Allahin, sa do mu munu, mu shky, e me ushtir, e mu bo shumë evlija, e kinë se po kaj, e kinë se po bomi devatëshëm. O, qo, ti ndash edhe lyj buzët, edhe lyj syt, edhe bo në frajer, e ven edhe vathën vesh, nuk ka të të dhez, se ti nuk e ki nurin vetën tonë, se ki nurin, se ka thonë Allahu. Kjo fe është. Kjo dhja është fe. Prandaj, badjava, aja tje, një djetari moqëm që nuk e ka njohë, bëvan ki kërkush, për kur kanë fillu mi dalë derset dhe me ja njohët edhe librat e me ja shkru e sen, Allah i ka thonë në bereqet. Pse? Pa kretë është në pyetje sinceriteti. Kini kujdes për kuj për mërë një finë, qkaq? Qato që e dinë Allah thuje, qato që se dinë mësu shterë, mës filozofa. Shtirja në shpjegimin e fesë, shtirjen si i devatëshëm, do më kursje, në fjalla, kursje, ma ti hava, nuk dhez, keni kujdes për kuj përmeni, është mush interneti me loj faqe, kuj ti te këtë sët, prandaj, do ta përmenim na, me i verifiku, do më thonë, kush janë njerëzit, po këtu u lidh me fjallën e Ibn Sirinit, pra Kuranin e Sunetin, keni kujdes nga kush përmeni, bile,
Me mgu mu, i krijoni bindjet e juja, ato bindjet që duhet ose qështu ose qështu. S'ka një mesatare. Ka dhe mesele që ka mesatare, alhamdulillah. Që ato bindjet qështu, këthauni veç të ata që kanë degë vlla. Mos e ngoni lulëzim susurin. Ku me dit jeta që përplase, ka përplase, që ka ngoj ata që ka degë, që ka shku të Allahu Zogjel. Ka shku të Zoti, ka shku i pa sprovum. Ja tu në lemave që kanë vdek, s'po thon me gjujta që janë gjallë. Ama, kemi kujdes prej kuj pa e marrim. E ta shohat aty një djalë i ri me respektin për djemë të ri 6-17 vjeçara, pëton edhe qërë një faqen internet, edhe çdo kush mundë që ka doje sot me thonë, edhe që shdoje me reklamu, edhe me zbukuru, e me nreqe, me hjeshu. Dalim të pika tjetër, keni kujdes pashtu edhe në verifikimin e haditheve. Këtu është përmend, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot për mua atë që nuk e kam thonë unë, le ta përgatit vendin e tij apo ulçen e tij në zjarë të xhehenamit. Kjo është hadith mutawatir, haditheve më të fuqishme, më të përhapura me zinxhir transmetimi, që me pas kujdes mos me fol atë që se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo çdo kush që ka dëgjuar një fjalë me jam vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse kish njëri që më thoshte mu, nëse e nim një fjalë të bukur të mirë që ka thonë dikush, apo me thonë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që me zbukuru pejgamberin me jo, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka vlerën, pozitën edhe dijen qatë të mjaftueshme se Allahu ja ka dhënë. Wa rafa'na laka dhikrak, ty ta kemi ngrit përmendjen. Emri yt është nalt, s'ka nevojë na me shtu fjalët e filanit të fistekit me i bë kin se i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj ka raste kur për mi hongër pazari më mirë dikush thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga kush be ka transmetuar? Nalet pe Buhurerës. Se Buhurere më shumë të transmeton hadithe, ka nxjerrë këtë hadith pi xhepit vet. Prandaj keni kujdes edhe pra Kurani, Suneti verifikoni hadithet. Kujdes të dashur vëllezër, këtu është përmend edhe rrjetet sociale si burim kryesor, mos i merrni. Rrjetet sociale nuk janë burim kryesor, po janë burim me i nimu vetës, burim me u avancu, por në rrjetet sociale po jap një këshill, sidomos vëllezërit që kanë më ndëgju përmes kamerës. Bënu antari disa faqeve të njohura, qofshin ata hoxhallar ose vëllezër të cilët i mbështeten në këshillat e hoxhallarëve dhe monitorohen për hoxhallarëve, edhe nuk ki nevojë me u zgjeru. Nëse të pëlqen diçka më ekstra, nuk ki nevojë patjetër me avon subscribe kanalit të tij. Ha? I ki kanalet, po quj kështu zyrtarët hoxhallarëve, ki kujdes me çata mjaftohu. 10 më rëni 100 bani, s'ka problem, veç let janë të njohur me i ditë kush janë. Pastaj kujdes gjithashtu edhe nga postimet anonime ose pa referenca. E qëta aty të më thonë, prej gjanëve që mas shumë ti, më ka pengu kohëve të fundit, me dhjetra pyetje në privat, që më kanë ardhë, a është hadith, hoxh, kur flet vllau me motrën, nalet edhe koha nalet, qatë që Allah je da vllau ku fol me motrën, motra me vllau, në më thonë, me i majtë lidhët të farifisnore edhe koha nalet, rap, dëjonga e nalet, që mos më hargju qaqlet knaqen ata dy të fol vlla e motër. Ose ai tjetër thot, kanë dëgju aty, edhe 100 ditë është Ramazani, thot kush e shpërndan këtë informacione, që ka me pas këtë bereqet. Ka këtë referencë, ka ke marrë këtë njohuri, domthon bestudnit pa nevojshme ose stakfirullah të lafta, të cilat nuk kanë kurfar referencë. E tash e ninaj edhe mendon ose ma thonë, po e di tash kush e shpërndan këto, kush thot elhamdulillah, ka mi ndodhë diçka mirë nesër, edhe alhamdulillah, krejt. Pse se do mi ndodhë diçka mirë. Edhe s'ka ditë kur e ka thonë ato kur e ka postu, nuk ka ditë me postu me nejtë dorë kështu si doa, po ato durët kështu budistave. Pse se qëllimi është sot veç me bo klikime, share ose komente. Absolut nuk intereson ati. Ta qëtë sot një postim islam diçka, nesër ta qëtë një atje një bestudnit islam e s'ka, po përdham me emën musliman, ose me emën krishter, ose një politikan vlerësoje me një fjalë filan politikan e qëtë aty një. Pse qëllimi është me marë thjesht ai klikime, edhe ti pastaj mëson fen ose dikush mëson fen gabim. Pra kujdes
nga postimet apo anonime apo pa referencë. Bile, unë i këshilloj vëllezërit të cilët marrin dhe bëjnë një përkthim të ndonjë fjale të një dietari ose një video të dietarit, nëse nuk e kanë në libër, atëherë s'pall ku me marr linkun ose titullin e videos ku e ka marrë atë shkëputje, filan dietarit, një shkëputje 2 minuta, 3 minuta, titullin e qasoj ligjëratën në internet. Ose, dhe më thonë, linkun në YouTube ose ku e ka marrë. Sepse tash e dini, mund është prej YouTube, nuk është patjetër prej librës. E ka thonë me një ders, me një shkëputje, e rëndësishme ti me qitë, quhet kjo me largu përgjithësim prej vetës. Me largu përgjithësim prej vetës. Dhe më thonë, unë e kisha një rast kur e ka bo djali një shkëputje prej një dietarit me 4-5 fjalë dhe një person nga Shqipëria e ka bo një përkthim prej anglishtës edhe njëjta fjalë me të njëjtën fjalë, si mendim, ka qenë njëjtë. Edhe nuk e ka vërtetu me verifiku, si pas ti dëmane drejta e autorit, si pas ti i ka taku atje dhe që dëmë ka bo report faqen. Edhe pas taj dëmë konsultohet me mu edhe zgat muhabete një ditë të tërë, edhe vërteton se s'ka lidhje postimja me të ati, edhe dëmë ma ka bo report ku pas taj edhe blokohet faqja, YouTube, ose 100.000 të lashe qëtë, edhe s'kthejet më kur, edhe në fund thot, ma bon Allah hoqë. Dhe të mund me qelë faqe tjetër. Mirë, pëse ti nuk i verifikan? Unë të kom qitë titullin e postimit, me titull, me kret, me link, me gjitha, jo po u guta. Nuk banë më gut, që lyp tash halal. Dhe më dhanë dush më marë të nditën, me qetë me referencë e kretë, po vetëm pëse dhe më dhanë si fjale shpërshtat me atë që aje ka përkthy në një liber të caktuar edhe për mes me amarë drejtën autorit aje ka registrua atje të copyrightet, por s'ka pas lidhje kjo me ato absolut, kjo dhe më dhanë autor vetë, a i vetë, por thjesht kanë qëllu rastësisht më konë një resht e gjysë. Dhe më dhanë qitë një sanët me referenca, që pastaj edhe nëse dikush donë me të gjyku ose diqka, edhe në dunja, po edhe në ahiret të Allah, me thonë në që ku e kam referencë, në kjo e ka thonë, gjykoj e këtë djetarin, ose këtë autorin e kësaj librës. Ama kjo është papjekuri, pastaj njerit i cili merë për këthen libra fetare, i thot vetës hoxh. Edhe që do më thane bën një nguti, shkon e bën në raport deri me orë të blokimi i faqes. Për çka? Edhe në fund çka? Ma bën halal? Sa është më rëndësi? Edhe pse ku më halal? Tash, po du para kamerës me thonë këto jo, për më... Ama nuk është e ishmet një faqe me do më thonë 6-17.000 subscribe apëton për një budallaki dhe një ngutit dikujna. Ma orë deri këto. Kemi kujdes apëton. Keni kujdes veç me referenca. Nëse tash edhe mund me thonë dikush me këthy, mos me këthy, muhabet e tjera, pasaj të mbesin procedura si për e rëndësishme. Të keni kujdes që edhe nëse dikush donë mu kap për ty, me pas referencën ti ku e ke përmenë, se tu bri u dhimme, e largon përgjithësim prej vetës. Nëse, si ishte kjo pjesë e tjepës, po dul. E ti ka kërku si të dijes, thot, e para është sinceriteti. Innama al-a'malu bin-niyat. Veç për Allah. Veç për Allah vllazni. Atë përzihet, po, mundet me të përzi. A ka me të përzi? Po, ka me të përzi. A ki me pështu për shejtanit? Nuk ki me pështu për shejtanit. Gjithmonë kjo më konë luft. Por, ai që është i vendosur edhe nuk dërzohet, çaj ka me fitu. Çaj ka me fitu. Ka me vazhdu, me luftu, ai është fitimtari. Se në momentin veç që selshon frontin e luftës me sinceritet, mes teje dhe shejtanit, ti je fitimtari. Edhe nëse hala nuk je bind, se nëse bindesh, unë i kam punë të mirë, kjo është shenjë se jetëja bën vetës rafsh. Prandaj ulemat kanë thonë, kur kanë këshillu një besimtar që ka ardhur shtanku, ka thonë, po kam me sinceritetin tem të lashe, kur po falem, po mdokët që s'jam shumë i sinqert, pe vuj këta, thot, mirë i ki punë, a jetu e vuj, mirë i ki punë, sa i që munafik, a i rafsh e ka. Rafsh, prandaj në dije vynë sinceriteti, si në qdo vepër tjetër. Tjetra pasaj vynë sabri, shumë sabër, hiq më s'po dërzu.
Me çka me fillu tash do të disa prej udhëzimeve që kisha këshillu me pas parasysh është do të me fillu me bazat e fesë. Kur themi me bazat, unë nuk po flas ndoshta për vëllezërit xhamatli, ndoshta po e them këta për nxënësit e dijes që synojnë më u bën hoxhallar, kisha me këshillu që me janis me mësimin e Kuranit përmenç. Këto po e them ndoshta mos e keq kuptoni me thon atëherë për neve nuk qen ka kjo, po për nxënësat e dijes këshill gjithë vllaznive të cilët dojnë me janis më bën hoxhallar, dietar, me fillu me mësimin e Kuranit përmenç. Nëse s'munët kret bile një pjesë të madhe. Ulemat e vjetër përpara nuk kanë pranuar me kalu në hadithe, me kalu në mësimet të mutunëve, domethënë të bazave të shkencave të ndryshme pa mësu Kuranin përmenç. Bile nëse ka dështuar mësim Kuranit se kanë pranuar më në për derse khasa të veçanta. Derse të përgjithshme ka mujt me shku në xhami, me ngu tregime, tefsire, ato këto, po derse të veçanta 5 nxënësa, 10 nxënësa mi mësu hoxha 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, nuk kanë pranuar ulemaja me mësu çat talebe i cili ka dështuar mësimin e Kuranit përmenç. Masi ka mësu Kuranin kanë kalu në shkenca tjera në hadithe. Po unë e kom bën një ndamje tjetër, por me qëllim me përmend Kuranin, nga se kemi vëllezër të cilët i hyn dijes, i hyn gabim. Edhe pastaj kur t'i bën domethënë një kohë që ka marrë mendje, çotë edhe kundërshton uleman, hoxhallart, besa ulemat e mëdhaj të umetit. Filloni me tauhidin, pastaj me akiden. Pse ku mba këndamje tauhidi edhe akidja? Tauhidi është monoteizmi, me mësu besimin islam sakt. Kurse akidja është më e madhe se sa tauhidi. Nëse muj me thonë kështu, ka raste kur njëna e lu në rolin e tjetrës si emër o fjala, por tauhidi është besimi islam. Akidja po them unë besimi, masi ta mëson besimin islam, më mësua edhe do detajet e besimeve tjera. Akaidi ose akidja, domethënë mëson tash s'du me hy me fol me detaje, që ti më konë në syqel më konë në islam nuk lejohet më adhuru njerën, as gjallë as dekun. Në islam, pse e prekish babën hoxh, ndorë nuk marrësh bereqet. As babën sheh, as babën pop. S'marrësh bereqet. Në islam çështu. Pastaj dalish te fetë të tjera, sa ata kur t'i çojnë para atij, pja prekin, pja qesin dorën edhe pja prekin kështu si kur dalin pi bankomatit ata parat. E keni pa? Keni pa në për internet atë që qesin pare, bam, la ilaha illallah. La hawla wala quwwata. E çka është me mësu pastaj akiden, pastaj me kalu te halali dhe harami. Pra mas pari me mësu çështjet e besimit, pastaj të shariatit, jurisprudencës islame, me adhurime e kështu me radhë dal nga dal. Jo me i fillu sanet prap. Për shembull, një prej pikave që më shumë ti mëdhimen vllaznia, edhe i këshilloj që me pas kujdes është vëllezërit të cilët dy mesele i kanë më të theksuara. Lënë si namazit është qafir, edhe ti bësh tekfir muslimanët, me të parën. Pa i mësu mesele tjera të fesë, edhe shen ideal, 6-17 vjeçar, që po më ankohin një vlla, tha, ja nisi me arë më falë njonin në xhami, një javë tha na foli, pastaj tha u lidh me disa djemë që kanë ideologji tekfiriste, ideologji ekstreme. Stakfirullah që na i kundërshtojmë edhe këshillojmë që aman mos binin ato. Tha morën me vete. Javën e dytë, tha mos po më jep selam. Pse djaloj s'po më jep selam? Tha ti je qafir. La ilaha illallah. Ku morë vesh që një javë ditë be që jam qafir unë. Që 20 vjet i fali 5 vakte të ndul. A kupton? Komët gojnt më kanë thujt u fal qafir. Pse? Sepse çet mesele jam mësojnë. E kështu e marrin qaf një djalë të ri. Sepse njeri është i prirë, me thonë mos këtyne me sasi, veç unë edhe ti jemi në hak. Edhe ai emocionohet me ndonë që për një me është. E jo me janis me këto dy mesele, po me janis besimin, tauhidin, me jamësu sakt, por me ran të gjitha meselet kur ti vjen koha e vetë. Kemi edhe dy këshilla mos merr gjithë shka thot nga interneti, ajo lidhet me çato që përmendëm pak më herët, po ashtu ke kujdes nga verifikimi i burimeve. Kemi të dashur vëllezër, unë shpesh ju shkruaj disa vllaznive në privat i them ku e ke marrë çet thonjen. Ai më bën e kum gjet me një faqe në internet. A pse sa
jo e pasur është ai postim kur ai thotë ku më gjet në një faqe në internet. S'ka referencë. Është gabim kjo. Edhe fundit dijen merr ngadalë, por me hapa të sigurt. Merr ngadalë me hapa të sigurt. Ma mirë është me mësu një ajet në ditë, me mësu një hadith një javë. Me bo me mësu 20 hadithet e Nevevijut për një vjetë. I bjerë një javë një hadith. Apo me ndonë që është paka, vallaj nuk është pak. Me marë me mësu kuptimin, komentimin, edhe me u ushtru në shpitane me shkull të e më ullë para pasqyrës ti me e spjegu. Ne jemi të vullë për nëzasën e dijes, qysh ti me formu vetën, që ti kur t'ja spjegan punë që përlenë si pas qëllimit, njerëzve me ditë ti me folë. Ti 50 hadithe, 52 hadithe, 52 viti. Nëse ti mësën, për 10 vjetë bëjnë 500. 500, mjafton qatë që janë bazat e fesë, si besimtar, jo si hoxhë. Keni kujdes kur nuk din, apo kur nuk kupton pyet. Gjithashtu, mos harro se pyetja është gjysma e dijes. Kur nuk kupton pyet. Sa vëllezër kanë ndodhur që kanë kuptuar gabim, edhe kanë vazhduar me vite të tëra me kuptu meselën gabim. Besa s'kan pyet hiç, i kanë kriju bindjet vetvetiu. Bindjet i kanë kriju vetvetiu. Unë e di vllai i cili inshallah fal vaktet me vite të tëra 3-4 vjet, edhe akoma betimi i tij është pashabesën. Edhe pse e kanë një përgjigje të shumë të detalizuar lidhje hoxhallarëve që nis për këtë meselë pashabesën, a është kufër, stakfirullah, a është betim, a s'është, aty mundi me gjetë të detalizuar në faqen e tyre, ama nuk mendoj që i takon një besimtari i cili fal 5 vaktet kur nuk din mos me pyet. A ban që kjo as ban, të betohesh dikë tjetër pos Allahut. A thot në shaj betimi apo thjesht lavgoja të i dalë prej gojës, po lavgoja del një herë 2, jo 100 herë, 200 herë. Prandaj, kur nuk din, pyet e mos krijo bindje të caktuara edhe me u shpjegu të tjerëve gabimisht. Të dashur vëllezër, normal shkurtimisht, po ta keni parasysh ky është hapi i parë, sidomos në kohën e sfidave ku interneti e ka të llovit krejt hesapin. Pastaj edhe këto AI-ja, inteligjenca artificiale hala ma shumë, ku na bin pyetje dhe thonë hoxha ku më gjet përgjigjen në ChatGPT kështu, veç po du me vërtetu, a o e sakta jo. Dhe ta bjen të banë 2 faqe, 3, 10, kjo ka lidhje, se ajo po shkruan edhe ti tash duhesh me lexu. E kjo on të e shkatru dijen. On të e shkatru nevojën për dietar. Normal, gjithmonë kanë me pas njerëzit nevojë për dietar dhe për dije, por se rujuni mos e krijoni personalitetin e juaj në bazë të çtyne gjanave. Allah na fal, Allah na përmirësoft, na uzoft në rrugën e drejtë. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.